Do ta themi ne kanë dalë pra se nuk kanë alternativë as nga njëra as nga tjetra, as nga të tjera. Ta krijojnë më alternativën. Po mund ta krijojnë doktor. Shumë mirë. Mund ta krijojnë. Pyetja ime është kjo, arrin dot me këtë presion, me këtë tension, me këtë temperaturë që krijohet në shesh, që Rama dhe Berisha të tërhiqen, qoftë nga drejtimi i subjekteve të tyre partiake, po qoftë. Nuk arrin dot. Jo. Po si do arrish? Disa herë tash edhe një herë, po ta bëj, kjo është më e parëndësishmja. Dhe prandaj këtu fokusohem me domendje. Shqip se është e parëndësishme, të ta shpjegoj se është shumë e thjesht kjo, se duket sikur është kush e di se ç'është e koklavitur kjo. Kjo është shumë e thjesht. Ti mund bësh çfarë të duash në shtëpinë tënde. Të zgjedhësh këtë duash në forcën tënde politike. Ulesh aty, bën punën tënde, bën garat e tua etj. S'mund të thush forcës tjetër politike ti pse ke këtë kryetar. Ti them unë PS-s pse i bën ju zgjedhjet kështu, i di PS-ja pse i bën zgjedhjet ashtu, po te sa po i bëri mirë, bën mirë, po i bëri keq, bën keq. Dalim të demokracia e vota pastaj. Jo, s'është demokraci, se kem dorë, mos pyet njerëj. Mirë, dakor. Po edhe një herë, tash duket në demokraci largohesh me votë. E kuptova. Jo, s'ka lidhje me votën fare, se në këtë rast as nuk voton fare ti për atë. Nuk ke drejt vote, po se antari njërës parti. Voton atari i partisë pra. Eksakt. Ta shti neve kur flasim... Antari do të mbaj, zotin Berisha e zotin Rama. Atë që ti ke ndorë... Po më them për te kësaj. Atë që ti ke ndorë... Po flas për një koshiencë të këtyre individve për të tërhequr. Ma lër dhe njerë ta përfundoj. Kur shikojnë këtë zemrim. Ma lër dhe njerë ta përfundoj. Po të kishte qenë kështu, ne do kishim pas 10 ramira lidera botror, që dalin sa njerë kërë dhe iken. Pra këtë institucionin e dorëheqjes në Shqipëri. Quhet demokraci, quhen numra, quhet votim. Do duhet propozohesh atje, do duhet shkosh atje, dhe po shkove atje dhe performon mirë, ti mund ta bësh këtë. Po zvajte atje, nga e do ti nga kështu të falur e don. Të falur nuk ka, politika është luftë. Më lejo ta pyes në fund zotin Galdini për të gjithë zhurmën që është krijuar në arenën ndërkombëtare, jo vetëm tek mediat, por edhe tek, le themi, teza që është ngritur. Nuk e kanë me Ramën këta mediat që intervistojnë, shfaqin interese dhe dokumentojnë, po e kanë me Trumpin. Qëndron diçka këtu apo? Po këtu është pastaj edhe absurdi i betejës dhe vorbullos ku ka hyrë vetë PD-ja. Sepse PD-ja është e kujdesshme që thotë që ata, por aty është në shesh. Dhe do ishte më e ndeshme të thoshte ne. Pra jo ne si PD, por ne si sheshi. Se shikon ti këtë kirurgjin që janë në shesh, por thonë ata. Kush janë ata? Të njëjtën gjë thot Agron Shehaj, të njëjtën gjë thot Lapaj, të njëjtën gjë thot Shehaj, ky tjetri që ka Qori. Të gjitha pra janë në shesh dhe thonë ata, kush janë ata? Këtu lind pyetja e parë. Pra kjo gjë bën që narrativa nuk është më vendore. Dhe ku shyn në narrativ ndërkombëtare do humbas. Sepse narrativa ndërkombëtare përcaktohet nga tjera agenda. Lajmi është bërë ndërkombëtar dhe nuk është fare merit e protestës. Se është Kushner. Është bërë lajm ndërkombëtar sepse majta globale është në luftë të drejt për drejt me Trumpin dhe Trumpizmin dhe familjen Trump. Pra ata e kanë modeluar, pra kjo e ka bërë lajm ndërkombëtar. Dhe ka një gënjeshtër në mediat ndërkombëtare që prapë vënë në diskutimet atë që quhet profesionalizmi edhe në mediat ndërkombëtare. Sepse çuditërisht asnjë media ndërkombëtare nuk flet për pjesën e protestës, për revoltën që thuat. Ti thua revolt. Ata nuk flasin për revolt. Ata thonë që protesta kundër risortit luksos të familjes Kushner Trump. Të gjitha lajmet, Reutersi, BBC-ja, The Guardian, CNN-i, çdo media ndërkombëtare që unë kam parë dhe unë i lexoj me shumë vëmendje, gënjejnë se ajo është një copës e pëlhurës, është një fije e pëlhurës, por nuk është e gjithë pëlhura. Po sepse këtu pra narrativa është krejt tjetër. Dhe përderisa narrativa është krejt tjetër, nuk kontrollohet lokalisht, atëherë neve na takon që të marrim përsipër që të kontrollojmë pjesën tonë lokale, që kjo mos na jap dëme për të nesërmen. Dhe kjo është që mos të marr kohën. Për mua, një komb, një shoqëri që nuk e bën revolucionin kutinë e votimit, nuk e bën dot në shesh. Një komb, një shoqëri. Po si ta bëjnë kutinë e votimit me atë kod që kemi? Ja pra ta them, po pra se ne këtu në këtë vend jetojmë apo jo? Ja pra, atëherë nëse ky komb donte që ta shpërthente kutinë, e vetmja kërkesë që do bëja unë po tisha unë në shesh do të ishte kodi zgjedhor, jo dorëheqja e Ramës. Ndryshoheni. Kodi zgjedhor në shesh. Pra, aty të bëja agora, dhe ky ka qenë propozimi im, aty të bëja agora, të thirreshin të gjithë ekspertë, ai komisioni i famshëm PD-PS me portat mbyllura, ta bënte aty debatin. Edhe ambasadorët e BE-s, OSBE-s, ODIR-it të vinë ta bëjnë aty debatin, se po nuk shliruam zgjedhjet, në Shqipëri po nuk u shliruan zgjedhjet, more mbushë sheshin ti edhe me 3 milion shqiptar, e nesërmja do mbyllet në kuti.